Peka dhe pastaj zonja Gavrani. Si përfaqësues i mazhorancës, atij edhe politikisht edhe juridikisht i takon të marrë iniciativën për gjetjen e konsensusit për president. Se ka shumicën pra. Dakor? 51%. Po, a jemi këtu. Kush ishin edhe kush janë alternativat e tij për presidentin konsensual? O do shkonte aty ku ishte, tek alati politik dhe dikush që kishte provuar veten, edhe vinte edhe nga opozita që ishte Vjosa, Që ka prirë listës së tij. që ka prirë listës tij dhe i thoshte që këtë e kemi pas, e kemi votu, do e propozoj përsëri, nuk ka ndryshuar rrethanat, marrëdhënie nuk e bëri. Elementi mënyra e dytë ose alternativa e dytë do i thoshte opozitës, unë nuk i kam votat, e mora pushtetin ekzekutiv, hajde gjejmë, po e u lë ju një emër konsensual për president. Po më fal, a nuk e bëri këtë? Jo, Sa bu bë pra? E treta, do thoshte, ju nuk e keni votat për emrin tuaj, unë nuk e kam votat për emrin tim, hajde gjejmë një president konsensual i jashtë partive politike që mund shkote tek një emrat me familje. As këtë nuk e bëri. Pse nuk e bëri? Se shkon e nxjerr emër nga familja e Ashari, gjasme për të detyruar këta që mos me dhanë me... Mos me refuzu, Po, si parti me origjinë nga lufta. Në fakt, esenca e gjithë gjës është tek ajo që tha Adi Çpar. Kapja e pushtetit. Por, unë besoj që esenca, fokusi i tij, ndryshe nga ambasadorët edhe po AKI-jas, AKI-ja në fund fundit ekzekutiv është edhe për ekzekutivin do punoj, ai kë nuk ka sot. Nuk ka gjyqësori. Edhe prokurorin. Kur them prokurori po, të drejtësi. Kur them gjyqësori, gjithë kjo betejë që bëhet, për mua bëhet për gjyqësori. Sepse edhe këto institucione që janë, që përmendet ti, prap ekzekutivit i takojnë. Po, këto ushtrues detyra atë kanë. Janë pjesë e ekzekutivit. Kush është nuk është pjesë e ekzekutivit? Pushteti i tretë. Kush është pushteti i tretë? Justice. Gjyqësori. Më kë ka pas probleme gjatë këtyre viteve? Ka pas me gjyqësorit. Si i referohet gjyqësorit? Ky gjyqësorit ne konsideron si gjyqësor të krijuar nga dy partitë të tjera të kundërshtare që i ka të opozitës. Në kuptimin teknik i saktë është se me shumicë të tyre janë marrë vendimet e mërimet gjyra. Nuk janë marrë me në Kosovë Po, shpakon ndryshe. si e Gavrani, si e Nuk e një Kosovë, Kosova është më komplekse. Edhe ky është qëllimi i shpallur edhe me përpjekjen për të miratuar byron. Sa ta përfundoj se dua dhe zonjës Gavrani të marrë një koment për këtë. Kurse ka fshehur ai këtë gjë. Byroja për sekuestrimin e pasurive prap është ekzekutiv. Prokuria, gjykatat nuk janë ekzekutiv, është pushteti pa avarë dhe atë çfarë don me bë, ai në qoftë se don me loz, edhe unë besoj në këtë skenar, ai presidentin e don vetëm për gjyqësorin, të tjerat i ka ambasador diku këtej, diku andej të tjerët. Nuk ka kosto të madhe aty. Nuk ka kosto të madhe. Gjyqësorin edhe ka don ta marrë gjyqësorin. Gjyqësori nuk e merr pa presidentin. Esenca e